shembuj nga format e shkronjave të ngjitura në fillim të fjalës. Në këtë faqe kemi shembuj të përsëritur. Për shembull, në rreshtin e parë i kemi shkronjat që deri më tani i kemi mësuar kështu në këtë formë të ndarë, pra veç e veç. Mirë po, ashtu siç pam nga mësimi paraprak, në gjuhën arabe shkronjat nuk shkruhen kështu të ndara, porse ato lidhen. Disa prej tyre lidheshin ose ngjiteshin edhe me shkronjat që vinin para, po edhe me ato që vinin pas tyre. E kishte 6 shkronjat të tjera që lidheshin vetëm me shkronjat që vinin para tyre e nuk lidheshin me shkronjat që vinin pas tyre. E tani, në këtë faqe të shohim shembuj nga format e shkronjave të ngjitura në fillim të fjalës. Rreshti i parë: be, ra, ke. Ne dhe ra, se, ra, be, fu, ri, ke, le, zi, me, gje, ru, ze. Pra kështu i kemi mësuar deri më tani, dhe kështu kanë qenë të shkruara, dhe kjo është bërë për të mësuar më lehtë ato. Mirë po, në gjuhën arabe këto fjalë nuk shkruhen kështu në këtë formë, porse shkruhen ashtu siç janë të radhitura në rreshtin e dytë. Rreshti i dytë: be, ra, ke. Ne dhe ra, se, ra, be, fu, ri, ke, le, zi, me, gje, ru, ze. Rreshti i tretë, po ashtu siç i kemi mësuar deri më tani, veç e veç. Ha, di, be, ku, di, ra, ta, we, a, dha, ru, fe, sa, de, ka, da, ra, a. Në rreshtin e 4 e kemi format e këtyre fjalëve ashtu si shkruhen mirëfilli në gjuhën arabe. Ha, di, be, ku, di, ra, ta, we, a, dha, ru, fe, sa, de, ka, da, ra, a. Rreshti 5, po ashtu veç e veç, ashtu siç e kemi mësuar deri më tani. A, de, se, gu, ri, be, te, ra, ke, the, ra, be, ha, di, me, he, de, me. Në rreshtin e 6 të njëjtat fjalë i kemi ashtu siç shkruhen në gjuhën arabe. Adese, ghuribe, terake, therabe, khadime, hedeme. Në rreshtin 7, po ashtu veç e veç janë të shkruara. Je, di, je, me, de, ha, ta, ri, je, she, ra, ha, hu, di, je, ke, ri, he. Në rreshtin 8, të njëjtat fjalë të rreshtit të 7 janë të shkruara në formë të ngjitur. Je, di, je, me, de, ha, ta, ri, je, she, ra, ha, hu, di, je, ke, ri, he.